Dy persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar janë ekstraduar në Shqipëri pas bashkëpunimit të Interpol Tiranës me homologët në Kolumbi dhe Itali. Në kuadër të operacionit të koduar The Wanted nga Kolumbia është ekstraduar shtetasi kolumbian me iniciale SRR 53 vjeç, ndaj të cilit gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për trafikim të lëndëve narkotike në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Sipas hetimeve, 53 vjeçari dyshohet se ka shoqëruar një ngarkesë me lëndë narkotike të fshehur në një kontenjer me ple organik që u nis nga porti i Buenaventurës në Kolumbi, kaloi përmes portit të Pireut në Greqi dhe kishte destinacion Malin e Zi, me marrës final një shtetas shqiptar. Ndërkohë nga Italia është ekstraduar shtetasi shqiptar me iniciale FT, 38 vjeç, lindur në Bulqiz, i kërkuar për disa vepra penale. Ai akuzohet se në vitin 2024 në aksi rrugor Bulqiz-Tiranë ka tentuar të vrasë me armëzjarri një person pas një konflikti për motive të dobta. Për këtë ngjarje ndaj tij është caktuar masa e sigurisë arrest në burg për veprat penale, vrasje me dashje, e mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve. Gjithashtu 38 vjeçari rezulton i akuzuar edhe për goditje për shkak të detyrës, si edhe është dënuar më herët për mosbindje ndaj urdhrit të punonësit të policisë. Policia e shtetit vën me dije se operacioni The Wanted do të vijojë në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar me qëllim lokalizimin dhe ekstradimin e personave të tjerë të kërkuar nga drejtësia shqiptare.